Fruti që po habi të mjekët, hani rrushë çdo mëngjes për 30 ditë, do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Rrushi është një ushqim ideal. Ai mbron nga keqtretja e stomakut, temperatura, problemet e ëmbëlsisë, hemoroide dhe të tjera. Gjithashtu, rrushi cilësohet si një nga frutat më të mirë për shkak të vetive kuruese që ka. Studiuesit tregojnë se rrushi në varietetin e tij të kuq, të bardhë dhe të zi, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mund të mbrojë edhe kundër komplikacioneve të shëndetit të zemrës, ndërsa lëvorja e rrushit është e pasur me quercetin, substanca që rregullojnë nivelin e kolesterolit dhe zvogëlojnë riskun e pësuar nga sulmi kardiak. Gjithashtu, rrushi ndikon në zhdukjen e karjesit të dhëmbëve. Rrushi i zi mendohet se ju ndihmon që të keni një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm. Shtimi i rrushit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën, për të evituar komplikacione dhe për të sjellë gjithashtu një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Rrushi është një frut ideal në ditët e verës, por edhe gjatë gjithë sezonit të tij. Ky ushqim ka vlera të mëdha kuritative dhe dietike, ndërsa vepron si një tonik natyral i mbrojtur për organizmin, duke mbajtur larg komplikacionet e tij dhe duke sjellë gjithashtu përfitime të duhura për shëndetin. Vlerat më të rëndësishme rrushi ofron kur konsumohet në formën e tij natyrale, dhe ndikimi që do të merrni në shëndet do ta shndrojë atë në një prej produkteve më të vlefshme ushqyese në betejën kundër shqetësimeve të cilat i kanosin organizmit tuaj në tërësi. Rrushi mund të konsumohet në forma të ndryshme, por vlerat që do të ofrojë janë të larmishme. Rrushi ofron gjithashtu një përmbajtje të mirë të omegës 3, 6 dhe 9. Konsumi i rrushit do të aktivizojë mikroqarkullimin e lëkurës që ndihmon të mos plakjen e shpejtë të saj. Elementet omega 6 dhe omega 9 që gjenden te rrushi mund të sjellin një rigjenerim më të mirë të qelizave, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Rrushi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Shumë prej vlerave të dobishme të rrushit i detyrohen gjithashtu polifenoleve të pranishme në lëkurë, mes tyre edhe tiaminës, shumë e rëndësishme gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve. Këto të fundit gjenden te rrushi dhe janë antioksidant të fuqishëm që ulin dëmet e enëve të gjakut dhe problemin e radikaleve të lira. Rrushi është i pasur me sheqerna të cilat mëlçin e mbështesin në format e saj, të cilat ndihmojnë edhe në një aktivizim më të mirë të organizmit. Rrushi i zi në veçanti është një prej frutave më të shëndetshëm dhe më të kompletuar për shëndetin. Tuli i tij mund të sillet edhe si një mbrojtës më i mirë i organizmit tuaj në tërësi. Ndaj përfitimet dhe vlerat e tij në shëndet do të jenë vërtet të rëndësishme në betejën kundër komplikacioneve dhe në një nxitje më të mirë të rezistencës së shëndetit. Rrushi është i pasur me vitaminën C dhe vitaminën K, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja jetësore. Një filxhan me kokrat e rrushit të zi do të plotësojnë rreth 27% të dozës rekomanduar të vitaminës C dhe 28% të vitaminës K. Sipas të dhënave të Brightside, rrushi është i pasur me vitaminën B6, fibër, kalium dhe elementë të tjerë ushqyes që mund të mbajnë larg komplikacionet e shëndetit dhe të nxisin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit tuaj në tërësi. Ndaj, konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt dhe të kontrolluar mund të lidhet gjithashtu me përfitimet më të mira ushqyese për një organizëm të shëndetshëm. Rrushi është i mirë gjithashtu edhe për një fuqizim më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Disa prej përbërësve të shumta të këtij fruti mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të zemrës dhe të lehtësojnë edhe komplikacionet e tij më të rënda. Ka studime të cilave u referohemi sipas Healthline që konfirmojnë se rrushi mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e tensionit të gjakut dhe problemeve tuaja të kolesterolit. Ndonse rrushi është një frut të cilët mund të përmbajnë nivele të larta të sheqerit, ai ka gjithashtu edhe nivele të ulta të indeksit të glicemisë. Ekspertët shtojnë se
Rushi është një përbërje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj për sa kohë e konsumoni brenda sasive të rekomanduara ditore. Përbërësit bimor të rushit, siç janë rezervatroli, luteina dhe zeakanthina, ofrojnë mbrojtje të syve gjithashtu edhe kundër komplikacioneve, siç mund të jenë perdja e syrit dhe glaukoma. Ndaj, konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt dhe të vazhdueshme në vaktet tuaja ditore do të jetë një element pozitiv për shëndetin tuaj të syve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Rushi është i mirë për shëndetin e kockave. Mineralet kyçe siç janë kalciumi, magnezi, kaliumi, fosfori dhe mangani janë të dobishme për shëndetin tuaj të kockave, që do të luajë një rol pozitiv në rigjenerimin e tyre dhe lehtësimin e tyre. Këto minerale që gjenden te rushi kanë efekte mbrojtëse për shëndetin e nyjeve. Vitaminat dhe mineralet që përmban rushi janë të dobishme për sistemin imunitar dhe pajisin atë edhe me mekanizmat e duhur për ta mbrojtur atë nga infeksionet të mundshme dhe problemet që i kanosin organizmit tuaj në tërësi, duke mbrojtur nga infeksionet dhe bakteriet të ndikuese për shëndetin. Rushi cilësohet si frut i jetëgjatësisë, mund të ndërlidhet me përfitime më të mira unike për rigjenerimin e shëndetit. Rezervatroli që përmban rushi ma larg dhe aktivizon genet që ngadalësojnë procesin e plakjes duke nxitur kështu jetëgjatësinë tek njeriu. Inflamacioni kronik luan një rol kryesor në zhvillimin e sëmundjeve kronike, siç janë ato të shëndetit të zemrës, së diabetit e të tjera. Ndaj, ngrënia e rushit mund të jetë një stimuluese shumë e mirë që mund të freskojë trupin, të ofrojë edhe elementet ushqyes kundër këtyre komplikacioneve. Konsumi i rushit në formën e tij natyrale mund të sjellë gjithashtu përfitime të duhura unike në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve dhe mbi të gjitha, duke nxitur organizmin të luajë rolin e tij të rëndësishëm në lehtësimin e shqetësimeve. Por çfarë ndodh nëse konsumoni rush çdo ditë për të paktën një muaj me radhë? Rushi është i njohur për përfitimet e tij ushqyese, ndaj sipas ekspertëve të Health Line do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti të sezonit. Rushi është i mirë për shëndetin tuaj kardiak. Rushi ka një përmbajtje të antioksidantëve që në fakt lidhet me reduktimin e sëmundjeve në zemër dhe problemeve kardiovaskulare. Së bashku me këta antioksidantë vjen edhe polifenoli, që është i lidhur gjithashtu me reduktimin e riskut të sëmundjeve të zemrës. Në fakt, një studim nga Universiteti Mjekësor i Bostonit gjeti se rushi mund të reduktojë nivelin e kolesterolit, të ulë gjithashtu shtypjen e gjakut, të reduktojë inflamacionin dhe të sjellë benefite më të rëndësishme për shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mbrojtje më e mirë e shëndetit tuaj në tërësi. Në fakt, Universiteti Mjekësor i Bostonit gjeti se rushi mund të reduktojë nivelet e kolesterolit, të ulë shtypjen të reduktojë inflamacionet e zemrës. Do të keni një sistem më të shëndetshëm tretjes me konsumin e rushit në mënyrë të rregullt. Rushi përmban nivele të larta të fibrave të cilat do ta ndihmojnë sistemin tretës të reduktojë gjithashtu inflamacionet e dukshme. Por çka është e mirë është se rushi përmban nivele të larta të fibrave të cilat parandalojnë problemet që të rriten. Rushi luan një rol të mirë edhe në komponentët e tij në sistemin tuaj tretës, duke mbajtur larg shqetësimet e tretjes dhe duke evituar kështu komplikacionet e njëpasnjëshme që u kanosen në vazhdimsi. Shtimi i rushit në dietën tuaj do të nxjisë gjithashtu një rritje më të mirë të niveleve tuaja të energjisë. Rushi është një përzgjedhje shumë e mirë. Ai mund të jetë gjithashtu edhe në një përfitim të lartë për organizmin dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Rushi përmban karbohidrate të celulozë të posaçme të cilat ju rrisin energji natyrale. Me pak rush do të keni më shumë energji në dietën tuaj ditore. Shtimi i rushit në vaktet tuaja ditore duke u konsumuar në formën e tij natyrale mund të jetë përzgjedhja më e mirë e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj,
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.